E nderuara familja Cena, e nderuar komuniteti akademik, të nderuar student, të nderuar miq e kolegë. Sot jemi mbledhur për të nderuar veprën e profesorit ton të nderuar profesor Hilmi Cena, i cili ndroi jetë më datë 7 janar të vitit 2026. Largimi i tij nga jeta është një humbje e madhe jo vetëm për familjen dhe të afërmit, por edhe për fakultetin tonë dhe mbar komunitetin akademik shkencor të vendit. Profesor Hilmi Cena do të mbahet mend si një mësimdhënës i përkushtuar, një studius i palodhur dhe një njeri i urtë që i dha kuptim e dinjitet profesionit e profesorit universitar. Me tekata të tëra, ai kontriboi në zhvillimin e shkencave bujqësore, duke dhënë dieni, duke frymëzuar student dhe duke formuar kuadra të reja shkencore që sot vazhdojnë rrugën e tij. Ai ishte një shembull i përkushtimit, korrektësisë dhe dashurisë për punën. Studentët e kujtojnë me një respekt për thjeshtësinë, urtësinë dhe kujdesin që tregonte për secilin prej tyre. Kolegët e tij e njohën si një bashkëpunëtor të sinqert, gjithmonë të gatshëm të ndajë dijen, eksperiencën dhe vizionin e tij për të ardhmen më të mirë të Fakultetit të Bujqësisë të Veterinarisë si dhe të Universitetit të Prishtinës. Në emër të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë shpreh mirënjohjen e thellë për kontributin ndër vite të profesorit Hilmi Cena në zhvillimin e Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit të Prishtinës, si dhe shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, të afërmit dhe të gjithë ata që ndajnë me ne këtë dhimbje sot. Le të mbetet kujtimi i tij një udhërrëfyes për brezat që vijnë dhe le të jetë trashëgimia e tij akademike dhe njerëzore një pasuri e pashlyeshme për fakultetin tonë dhe gjithë komunitetin tonë më gjerë. I qofti letë dheu i Kosovës dhe kujtimi i tij qofti i përjetshëm. Ta lexoj këtë letër për profesorin tim, mikun tim, udhërrëfyesin tim edhe shokun tim. Por ja kështu jeta qenë ka që unë t'ja lexoj këtë letër. Të nderuar familjar të profesorit tim, të shokut tim, udhërrëfyesit tim, profesorit të nderuar Cena. Të nderuar kolegë, miq dhe pjesëmarrës student. Sot jemi mbledhur me dhimbje, por edhe me respekt të thellë për të kujtuar dhe nderuar jetën dhe veprën e një personaliteti të shquar të arsimit dhe shkencës shqiptare, siç ishte profesor doktor Hilmi Cena. Ai la gjurmë të pashlyeshme në fushën e bujqësisë, veterinarisë dhe edukimit universitar për student, profesor, bashkëpunëtor, shkencor. Profesor doktor Hilmi Cena u lënë me 20 tetor të vitit 1941 në Ravec, që në moshë të re ai dëshmoi përkushtimin ndaj dijes dhe punës, duke përfunduar shkollën fillore në Vendlindje, më pas shkollën e mesme bujqësore në Sombor. Studimet universitare i vijoi në Fakultetin e Bujqësisë në Zemun, Universiteti i Beogradit, ku i diplomua në vitin 1965 në drejtimin e blegtorisë. Rruga e tij akademike ishte e pandërprerë dhe e suksesshme. Ai pastaj vazhdoi studimet pas universitare në Universitetin e Zagrebit, ku në vitin 1972 magjistroi, kurse në vitin 1974 mbrojti me sukses të madh disertacionin, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm shkencor në fushën e fiziologjisë dhe zooteknisë. Punimet e tij shkencore dëshmojnë seriozitet, thellësi kërkimore dhe përkushtim ndaj zhvillimit të shkencës veterinare në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Karrierën profesionale, profesori im, shoku im, profesor doktor Hilmi Cena, e filloi si profesor në arsimin e mesëm, ndërsa më pas i akushtoi jetën arsimit të tërë, arsimit të lartë. Au u zgjodh ligjërues, docent, profesor ordinar dhe më vonë profesor ordinar ose në titullin e sotshëm profesor i rregullt. Në lëndën e fiziologjisë dhe zooteknisë,
Me përkushtimin e tij, ai edukoi breza të tërë studentësh, duke qenë jo vetëm simdhës, por edhe urdhërëfyes, shok, me një humor dhe me një pozitivitet të lartë ndaj kolegëve dhe studentëve. Profesor Dr. Hilmi Cena ishte autor i një monografie, më shumë se 40 publikimeve shkencore, pjesëmarrës në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai e përfaqësonte me një ditet të lartë arsimin, shkencën shqiptare. Kontributi i tij mbetet një trashëgimi e çmuar për fakultetin tonë, për studentët dhe për komunitetin akademik në tërësi. Por unë dua të ndaj dy momente të cilat mjesin në mendjen time gjatë tërë jetës. E para ishte në vitin 2008, kur profesor Hilmi Cena pa hezitim më shoqëroi në Universitetin Bujqësor Tiranës, Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, kur në atë kohë e mbrojta dizertacionin. Ai më shoqëroi të ishte një shok i imi, të ishte një ndihmës për mua, edhe pse kisha stresin, ai më dha një farë morali, më dha një farë dinjiteti, të cilën me atë buzëqeshje, me atë humor, dhe në ditën që e mbrojta në dizertacionin, ju drejtua komisionit. Tha është kja formale, që duhet bërë komisionit për t'ja mbrojt. Por tha unë e njoh më mirë se ju fartëzimin. Fartëzimi, tha, tani është i pjekur dhe e ka rrugën e vetë si një profesor të cilën do të... Por unë e them të kundërtën. Udhërëfyesi im ishte profesori. Ai që ma dha ndihmësën, ai që ma dha rrugën që t'ja ndjek më pas. Mirë po, sot tek se japim lamtominën fizike, vepra dhe emri i tij do të jetojë gjatë në kujtesën tonë. Ai do të kujtohet si një profesor i përkushtuar, shkencëtar i ndershëm, shok i mirë, familjar, dhe në emër të të gjithë kolegëve dhe studentëve, shprehim mirënjohjen dhe respektin tonë të thellë për jetën dhe veprën e profesorit Hilmi Cena. U preft në paqe profesor, ndërsa kujtimin e tij qofti i përjetshëm për ne, lavdi jetës dhe veprës së tij. Në përfundim të kësaj ceremonie përkujtimore, dëshiroj që si vajza e madhe dhe në emër të familjes të shpreh mirënjohjen tonë të sinqert Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, si dhe Universitetit të Prishtinës për nderimin që i bët jetës dhe veprës babait ton profesor Dr. Hilmi Cena. Prania juaj sot është një dëshmi se puna dhe përkushtimi i tij nuk u kufizuan vetëm në sallën e ligjëratave, por vazhdojnë të jetojnë te studentët, kolegët dhe te vlerat që ai përcolli gjatë gjithë jetës së tij akademike. Ai vlerësonte mendimin kritik, punën e ndershme dhe përgatitjen e brezave të ri për të shërbyer komuniteteve të tyre me integritet. Nëse ka një trashëgimi që ai do të dëshironte të linte pas, ajo është të kujtohet si një profesor që ligjeroi me përkushtim, kurreshtje dhe respekt për dijen dhe për studentët e tij. Ky respekt ka një domethënie të veçantë për familjen tonë dhe do ta mbajmë gjithmonë me krenari në zemër. Për ne si familje, ai ishte mbi të gjitha një bashkëshort, gjysh, stërgjysh dhe baba i përkushtuar, që na deshi pa kushte, na mësoi me shembull dhe na mbajti gjithmonë të bashkuar. Në emër të gjithë familjes tonë, falenderojmë secilin prej jush që është sot këtu për të ndarë dhimbjen dhe respektin për babain tonë. Prania juaj është një dëshmi e jetës së mirë dhe të ndershme që ai jetoi. Babi, pushofsh në paqe, do të mbetesh për herë në zemrat tona, të qoftë dhe ujë lehtë. Ju falenderit të gjithëve, në veçanti fakultetit, dekanit Arben Musliut dhe prodekanit që kemi qenë në komunikim të rregullt për këtë përgatitje sot me Fatgzim Latifi.